Por nuk e konsideroj këtë ndonjë çështje kapitale, mendoj diçka tjetër, sa për programin që e paraqiti, ishte më shumë deklarativ, ishte shumë ambicioz në shikim të parë, po kjo nuk do të thotë asgjë sepse letra duron gjithçka. Letra duron gjithçka, dëgjuam premtimet, të cilat unë thjesht nuk jam i sigurt që mund, jo nuk jam i sigurt, po jam shumë i sigurt që jeni skeptik. Jam skeptik që mund të jetësohen. Në letër mund të nxjerrni çfarë të doni, por dëgjuam për shembull, po marr një shembull, dyfishimi i prodhimit të energjisë, por pa shpjeguar se si do të dyfishohet prodhimi i energjisë dhe nëse ka mundësi pse nuk është bërë deri më tani. Kemi të bëjmë me ngritje të kapaciteteve të reja, termocentrale, ndërtimi ngritje të termocentraleve të reja, energji alternative, apo si do t'ja bëj Kosova që të dyfishoj prodhimin e energjisë, që nëse jetësohet është arritje jashtëzakonshme. Sepse aktualisht Kosova prodhon diku, nëse nuk gabon 800 megawatt, tjerat i importon. Në rast të dyfishimit të prodhimit të energjisë, Kosova do të ishte